Duhet një ndërhyrje urgjente e menjëhershme nga Qeveria e Republikës së Kosovës që ta stabilizojë tregun. Kemi propozuar që Qeveria e Republikës së Kosovës të ndërmerr 2 masa fiskale. Nuk është tatimi i kompanisë, kështu që çdo ulje tatimi të vlerës së shtuar apo largimi i përkohshëm do të nënkuptonte ulje e çmimit të derivateve të naftës. Kjo do ndikojë rreth 30 deri në 40% që çmimi i naftës të ulët. Qeveria e Kosovës të ul taksën dhe akcizën në naftë dhe njëkohësisht është duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e çmimit të konsumit si rezultat i rritjes çmimeve të naftës dhe transportit të saj. Duke pas parasysh edhe trendin që po ndodh në Shtetet e Bashkimit Evropian, rritja e çmimit të derivateve të naftës, po edhe rrethonat e luftës gjeopolitike, kemi propozuar që Qeveria e Republikës së Kosovës të ndërmerr 2 masa fiskale. E para që ta ul normën e tatimit të akcizës për derivatet e naftës dhe e dyta ta largoj plotësisht për një periudhë të caktuar, përkohësisht. Dihet që tatimi i vlerës së shtuar është tatimi i konsumatorit, nuk është tatimi i kompanisë, kështu që çdo ulje tatimi të vlerës së shtuar apo largimi i përkohshëm do të nënkuptonte ulje e çmimit të derivateve të naftës dhe një lehtësim më i madh për shtetërorët e Republikës së Kosovës. Po trendi është duke u rrit. Shumë vend tash kjo nuk është një risi veç për Kosovën, ose nuk është një kërkesë që vetëm Kosova duhet ta zbatojë, kanë filluar shumë vende të Bashkimit Evropian për me ndërmarrë këtë masë. Kemi edhe shumë vende të Bashkimit Evropian që kanë filluar me masa kufizuese të tjera me vendos, kështu që duhet një ndërhyrje urgjente e menjëhershme nga Qeveria e Republikës së Kosovës që ta stabilizojë tregun dhe të ndihmojë qytetarët e Republikës së Kosovës që të mos i ulet standard jetësor dhe mos ta ndijnë këtë rritje të inflacionit apo këtë krizë e cila është duke na ndodhur tani. Pritjet janë që do të shkojnë duke u rrit çmimet, sipas trendit që jemi duke pa dhe sipas analizave që jemi duke i bërë. Mirë, po sa do të zgjatë kjo periudhë nuk dihet për momentin. Për këtë arsye ne kemi propozuar që të kemi masa të përkohshme për aq sa ka nevojë derisa të stabilizohet gjendja. Po mvaret tani se sa do të jetë përqindja e uljes, për sa përqind do të ulet norma e tatimit të akcizës, po ashtu mvaret sa do të jetë tatimi i vlerës së shtuar nga derivatet e naftës, apo do të ulet tatimi i vlerës së shtuar. Mirë, po sipas analizës tonë, kjo do ndikojë rreth 30 deri në 40% që çmimi i naftës të ulet, prap në supozimin se do të largohet tërësisht tatimi i normës së akcizës apo edhe tatimi i vlerës së shtuar. Dhoma Tregtisë së Industrisë ka kërkuar dhe kërkon që me urgjencë Qeveria e Kosovës të ul taksën dhe akcizën në naftë, siç janë duke vepruar shumë vendet e tjera dhe raste i fundit edhe Italia, në mënyrë që të kemi një ulje të çmimit i cili është duke ngarkuar jashtëzakonisht biznesin dhe qytetarin në blerje dhe njëkohësisht është duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e çmimit të konsumit si rezultat i rritjes çmimeve të naftës dhe transportit të saj. Kjo është një nevojë emergjence që një afat spaku tremujor, në mënyrë që të kemi një stabilitet, sepse situatat me të cilat është duke ndodhur në Iran dhe në gjithë botën mund të ndikoj edhe që të kemi rritje edhe më të madhe të çmimeve se sa kemi aktualisht.